emision mundësohet nga Dentalmed Austria dhe Elixens. Rudina Murati është e para nga industria që më ka shkruar sa po kam bërë podcastin e parë. Dhe ajo sot është e ftuar në pjacë. Faleminderit. Faleminderit ty, Fredi. Je unike për një arsye. Ata që s'të njohin, do ta dinë që kjo vajza këtu qëndron në të katër anët e tavolinës së këtij biznesi, sepse ka qenë bankiere, ka drejtuar për 7 vite një e kompanitë më të mëdha të ndërtimit në Shqipëri, është investitore, por nga ana tjetër edhe ndërmjetëse. Më shumë se sa investitor është këshilluesja më e mirë e investitorëve. Faleminderit. Faleminderit ty. Nga cila anë e tavolinës mendohet më ndryshe? Tavolinës rumbullakat? Katrori, me 4 anë. Okej. Çdo anë ka mendimin e vet, çdo anë ka veçoritë e veta, do thoja unë. Mua më ka mësuar shumë të gjitha anët e tavolinës. Banka të mëson rëndësinë e strukturës, rëndësinë e analizës, rëndësinë e matjes së riskut, sidomos për ne shqiptarë që riskun e kemi shumë për zemër. Ndërtimi të mëson si të shtosh vlerë, ndërtimi të mëson si të njohësh klientin, si të njohësh pronarën e tokës, si të kesh durim se janë projekte që zgjasen. Investimet të mësojnë tjetër gjë, të mësojnë si të ndërtosh vlerë për sot dhe për nesër, sepse ndryshe nuk e bën dot një investim. Ndërkohë ndërmjetësi është një ekuilibrus i dy roleve të para, do thoja unë. Unë jam gjendur mirë në të gjitha këto role, sepse i kam patur në kohë të ndryshme. Më kanë ardhur gradualisht, kam bërë ndryshimet. Çfarë raporti kanë shqiptarët me riskun? Marrin riske të mëdha apo nuk e mendojnë fare riskun dhe ecën i hyn detit në këmbë? Në ndërtim nuk e mendojnë fare, i hyn detit me këmbë. Bëjmë kontrata me palpronare, aplikojmë për leje, kur marrin lejen kuptojnë se çka kanë bërë dhe aty fillon halli. Atëherë mendojnë se ku i gjejmë lekët. Po atëherë fillojnë, në atë moment domethënë fillojnë të thonë çfarë po bëjmë. Si do ta drejtojmë të bisedën. Po bota i takon guximtarëve. Ndoshta ato zbatojnë këtë filozofi. Po, zakonisht kështu është. Por unë mendoj që bota ose fitoria, se bota dhe fitoria bashkë i takojnë guximtarëve që dinë të kalkulojnë riskun, dinë të shohin në riskun dhe të marrin disa hapa pak më përpara se risku të jetë të pragu i derës. Atëherë vjen edhe trokasin ke dera jote. Por mendoj që kjo periudhë e marrjes të riskut pa menduar gjithë pasojat ka marrë fund. Sepse industria është stabilizuar. Do t'i ndaja investitorët ose ndërtuesit në dy grupe. Investitorët me eksperiencë patjetër që kanë mësuar shumë nga çfarë kanë bërë më përpara, kanë kuptuar që kohët kanë ndryshuar, kështu që nuk marrin më risk të njëjtë. Riskët që merrnin 15 vite, 20 vite përpara nuk i marrin më. Por tregu gjithashtu ka ndryshuar. Nëse më përpara, flas përpara 15 viteve kur unë kam qenë në sistemin bankar dhe kishim një listë 7 ndërtuesit kryesor, 10 ndërtuesit të Tiranës, 15 ndërtues, 20 ndërtues gjithsej. Sot kemi projekte pafund, lista e investitorëve është zgjeruar apo është shtuar në mënyrë eksponenciale. Dhe Banka e Shqipërisë në studimet vjetore që bën për real estate-in, studion 230 firma ndërtimi aktualisht. Firma ndërtimi, po firma investitorësh. Bëhet akoma dhe më gjatë. Ajo që duhet përmendja është që ata që janë pa eksperiencë, sidomos ata që vinë nga sektorë të tjerë, duke patur një eksperiencë të mirë nga sektorë të tjerë, mendojnë që ndërtimi është i thjeshtë, mendojnë që në ndërtim bëhet shumë para, është i thjeshtë, ka më pak aktor, është shumë mirë, shumë bukur të futesh në ndërtim, që është patjetër kështu. A ndërtohet më në Shqipëri pa pasur lek se dikur ka qenë një skemë e tillë. Ti gjeje dikë, kishte truall, tokë, binte dakord me një përqindje të caktuar, ti e merje, shkoje nxirrje lejen e ndërtimit, momentin që nxjerrje lejen e ndërtimit, rrethoje kantierin, fillonte shitja. Edhe me lekë të tyre ndërtoheshin dhe ata nxjerrin as lekë nga xhepi dhe në fund fustin casi shumë lekë në xhep. Atëherë, ka shumë më pak se më përpara, me proceset që kanë ndryshuar, me rregullat që kanë ndryshuar, me qënjen e taksave të komplet të ndryshme nga 10 vite më përpara, kostot fillestare
janë të ndryshme. Po pra, Duhen 1%, 8%, Duhen 3% i bashkisë. Po dhe këto lekët i gjejmë. Nuk i gjejmë nga shitjet, po i gjejmë nga investitorë zakonisht. Pastaj fillojmë me shitjet. Akoma ekziston kjo, po nuk ekziston dot dhe nuk do mund të ekzistojë për shumë pak kohë. Për projektet e mëdha nuk e bën dot më këtë skem. Kjo mund të bëhet për projekte të vogla, për projekte. Kjo do ta frenojë ndërtimin apo thjesht do ta standardizojë? Unë mendoj që kjo do ta filtrojë. Dhe duhet ta filtrojë sepse në të gjithë botën ndërtimi nuk është një sektor kaq i lirë. Nuk është një sport kaq popullor sa që në Shqipëri. Nuk është futboll. Që mund ta luajnë të gjithë. Po. Okej, ishim ke ato 4 anët e asaj tryezës famshme, që nuk është e pokerit, por është e njohurive tua, e profesioneve tua, e know-how tënd, e skillsave të tu. Kush ta ka ndryshuar më shumë mendimin nga këto anë? Do thoja që më shumë më ka rritur pjesa e kompanisë së ndërtimit, sepse të qenit në kontakt nga pronari tokës, me nënkontraktorin, me blerësin, dhe patja e këtij kontakti për një kohë të gjatë, se nuk është vetëm kur ti bën atë kontratën. Aty fillon marrëdhënia. Pastaj ka një jetë të gjatë projekti ndërtimit. Një projekt ndërtimi nga momenti që nis në Tiranë shkon 3 deri në 5 vite. Nga momenti që konceptohet shkon 7 deri në 8 vite. Flas për projekte normale, jo për projekte shumë të mëdha. Dhe gjatë kësaj kohe ka shumë dinamika. Mua ajo ka qenë eksperienca që më ka ndryshuar shumë botë kuptimin, që të kuptoj që duhet me qenë afat gjatë, duhet me qenë gjithmonë persistent, me majt me në ato që thot dhe me izbatu, ato që i themi klientëve, ato që i themi palëve pronar, ato që i themi në kontraktorëve, sepse besimi, që është më e rëndësishme në këtë marrëdhënie, është ai që ndërtohet me vështirësi, ndërtohet dita ditës, por për ta humbur e humbet shumë shpejt, nëse nuk e zbaton mirë. Atje ku njerëzit shohin një fush, me ferra, me gropa, me balt, ti çfarë sheh? Tani varet nga fusha. Është në Tiranë, është në mund të qenë në Tiranë. Mund qendër Tiranës. Ose periferi. Të më pëlqente që të shikoja objekte pak më pak kate se këto që bëjmë ne sot, me më shumë hapësira sportive, jo për të qenë idealist, por për të jetuar më mirë. Sepse ka ardhur koha që të jetojmë pak më mirë, të arrisim pak hovin e cilësisë jetës, jo vetëm brenda mureve të një apartamenti apo të një vile, por jetën në raport me natyrën. Pra, aty ku tjerët shohin një fush, ti shef ëndrat e klientëve të ardhshëm. Po, unë shikoj, apo kam mësuar që të shikoj se si do jetohet në këtë fush, jo për 2 vite, jo sot, por për 10-15 vite. Se thash që nga momenti që një projekt fillon të konceptohet deri kur ai zbatohet, kalojnë zakonisht 7-8 vite. Çdo gjë që është sot nuk do jetë më. Kjo industri shet vetëm metër katror apo më shumë ëndra? Kjo industri jo vetëm shet, kjo industri ndërton besim, të thoja. Kjo industri jep një bazë të fortë për ata që kanë një dyqan, një zyrë, një shtëpi, për të patur jetën e tyre pak më të sigurt, pak më të qetë. Kjo industri formozon në shumë hallka jetën e shumë kujt nga ne. Nuk është një industri që mbetet e blera e apartamentit, ka shumë hallka ky zinxhir. Okej. Kur një bankier takonte një ndërtues. Po. Çfarë mendonte? Si e bën ky këtë? Si vjen ky pa përgatitur? Si mund vi ky person me një ëndër, me një projekt kaq të madh, pa 2 letra, pa 2 letra, thot hajde pim kafe. Se shqiptarët e kishin shumë probleme hodhin një letra. Më shet një ëndër. Më shet një ëndër që është personale, që unë kam dëgjuar dhe nga 20 ndërtues të tjerë. Si ta bëj unë këtë tani, nga ta kapun këtë projektin, si ta sistemoj. Kjo është zakonisht ajo që mendon bankieri. Pa tregu emra, më tregoj një histori ndërtuesi, domethënë që të ka shokuar dhe pastaj të ka mrekulluar. Kam shumë. Do nisa kur kam qenë në bank, vite përpara kam qenë përgjegjëse vitet e fundit edhe për kredit për shtëpi. Kështu që i takoja ndërtuesit nga ana tjetër, le të themi, e tavolinës, siç e përmendë ti. Ka qenë një rast që donte 1 milion euro kredi. Edhe thashte shefe, do më japësh 1 milion euro kredi. Po na thuaj pak për çfarë do ishim, unë te shefja ime në atë rast. Po ja,
Kam një jatë, dua ta shes atë. Shefja jote që është shoqja ime. Aida Apostoli. Ylli botës. Po do ta përmend pak më vonë atë se. Okej. Kam një histori tjetër. Okej. Dhe thoshte kam një jatë, po sikur më zhvjetruar, më ka dal pak nga qefi. Dua të blej një të ri. Po një 400-500 euro mi do ky jate. Pastaj do të çoj djalin, dua ta çoj në Angli për studime. Si thua ti, se aty Rudina ke studiuar. Duhet ky studim, jo? Po patjetër që duhet. Po 1 milion çfarë u bën me këto lekë të tjerave? Po ja 200-300 mijë euro ti kem aty për një truall. Ta bleve atë se më ka ardhur një okazion i mirë, nuk duhet më. Më jap edhe një apartament, se të më edhe diçka tjetër la. 1 milion euro kredit nuk dua më shumë. Kjo ka qenë një nga historitë që ti thua, "Okej", dhe pastaj nuk di si të reagosh për një. Ti llatarisësh kur e dëgjon Po. thjeshtësinë dhe lehtësinë me të cilën ai ta tregon këtë gjë, Jo, por llaftari, unë personalisht jam llaftarisur dhe pse kam qenë vite përpara shumë e re. Llaftarisësha se si ky e ka seriozisht këtë. Domethënë kupton që jo vetëm ta thot, po ai e beson. Dhe ky person sot është aktor tregu? Patjetër që po. I Shumë i rëndësishëm madje. Shumë i rëndësishëm madje. Tepër i rëndësishëm. Pas ka qenë i qartë. Ka qenë shumë i qartë, por ne atë kredi nuk e dham. Po normal, s'kishte se si të jepsh. Atë kredi nuk e dham. Pastaj një Se rast pastaj sa të mbaronte podcastin dhe vinit na merrin pyetje. Jo. Nuk ne kemi qenë bankë një grup i ndërkombëtar. Kur je një bankë e tillë ka shumë rregulla. Dhe nuk mundesh dhe nuk ka asnjë mundësi të bësh. Zero shans. Jo, zero. Okej. Ndërkohë një histori tjetër Po. që më ka mrekulluar për mirë. Po. Ka surprizuar. Unë Totalisht. bashkë me kolegët e mi mprefnin majën e lapsit edhe bënim llogarit, mendonim ne shumë mirë. Kishim bërë një analizë financiare për një projekt. Marrim pastaj shënimet, i merr një nga kolegët tanë, i cili ishte analisti, që ishte marrë shënimet, patjetër. Unë nuk isha person dhe kaq risku siç është dukshëm tani. Kur bëjmë kalkulimet, ne që kishim punuar disa ditë me atë projekt në mënyrat tona akademike, le të themi. Empirike. Empirike kishte zotëria. Po, Me 3 kalkulime, akademike, po. me 3 kalkulime e kishte rënë në kokë. Dhe jo vetëm në kokë fitimit, kohës, po në kokë dhe të çmimeve. Dhe e kam mbajt atë rast se më ka bërë shumë përshtypje. Ai që ke për të futur në kornizë. Është nga ato Si ato vizatimet e Leonardo da Vinci. Eksaktësisht. Dhe ishte nga ato raste që ato shënimet aty takimi unë i kam mbajtur për të kuptuar unë vetë, se bëj fjalë për një projekt pak në periferi të Tiranës, që nuk e mendonim kurrë që çmimet do shkonin ku shkuan. Atëherë isha bankiera. Shikoja gjërat edhe nga një këndvështrim. Për sa bëj fjalë? Për çmime? Atëherë bëj fjalë për çmime $300. Po, se kështu filloi ndërtimi, ka qenë fundi i viteve 90. Pa ke 2000-shi. 2000 ca. Pa 2000 ca. pak. Ishte periferi, nuk ishte qendër Tirana. Po, se qendra kishte Qendra ka filluar pas, të rritej. po. Plas për vitet ka qenë fundi i viteve 2000, ka qenë pas Lehman Brothers, që ka qenë kriza e madhe, flusta e madhe, babulli, po, kriza në Evropë, Greqi. Po, ka qenë mes Lehman Brothers dhe krizës në Greqi. Ky për mua ka qenë një rast që kam kuptuar, ose më saktë, nuk e kam kuptuar, e kam verifikuar që mënyrat tona shkencore, që gjithë gjërat që ne bëjnë funksionojnë deri në një pikë. Ai zotëria është ekspert tani në bank? Ai zotëria jo. Nuk e di ç'bën më. Ka qenë super i kualifikuar, nuk lejohet në Shqipëri. Ai zotëria njihte mirë punën e vet. Se shumë të tjerë që njohin mirë punën e vet, nuk dinte të ishte bankier, i thoshte unë e marr me kaq %, e bëj me këtë kohë, e bëj për kaq kohë. Super. Kaq e shes, kaq fitoj. Tani do më tregosh një gjë tjetër, kur ke qenë ana e ndërtimit. Po. Kush ka qenë tipiku ose tipi kryesor i klientit? Atëherë, nga ana e ndërtimit në këtë rast, kur unë kam qenë për më shumë se 7 vite në Orion, mund ta përmendim emrin. Po. Kemi në varësi të projekteve kemi patur target të ndryshëm. Kur kemi patur një projekt që për mua ka qenë shumë domethënës, afër komisariatit numër 4, ka qenë rivitalizimi i një lagje. Aty kemi patur shumë familje të reja që blenin pafund apartamente të bëra mirë, por me një çmim ndjeshëm më të lartë se sa tregu, sepse ne ishim jo në qendër të Tiranës, ishim në periferi të Tiranës, por produkti që bënim dhe standardi që ofronim ishte më i lartë, kështu që dhe çmimi ishte më i lartë, po bëj fjalë për diçka ke 20%. Një klient që erdhi pa lek edhe u bë me shtëpi.
S'ka ndodhur. Kjo nuk ndodh. Na ka ndodhur disa raste që kanë të Ndërtues bëndarë. pa lek bë pallat, po klient pa lek nuk ble dot i shtëpi në Nuk pallat. ndodh. Ne na kanë ndodhur pa kesh, po, që kanë patur një shtëpi ku jetonin, kanë patur një biznes, Dhe që i kemi ndihmuar. Kolaterali në bank, Po, që i kemi ndihmuar ne që me bashkëpunëtorët tanë dhe i ke bërë. real estate i kanë shitur shtëpitë që kishin për 2 ditë. Super. Kemi marrë kredi sepse kanë qenë në biznes, kemi bërë kredi për apartamentin apo për vilën e re shumë shpejt, kemi lënë kolateral bankën, pra pa likuiditet momental, po flas për investime të rëndësishme. Këto i kemi bërë pa asete jo. Çfarë nuk kuptojnë ndërtuesit tek brokerat e zyrës, ke ndërmjetësit? Ndërtuesit të brokerat nuk kuptojnë dot se si vjen një broker dhe pa njohur kantierin, pa njohur produktin, thotë që e ke çmimin shumë lart, që klienti im do me kaq lek se ka ofruar një ndërtues tjetër, po me këtë çmim, ndërkohë ndërtuesi shikon projektin e vet si it's baby, mendon që nuk ka si projekti im, nuk është kurrë projekti komshiut më i mirë se projekti im. Nuk është bari i ti më jeshila. As pula e ti më është ndorë se imja. Po, si mund të vish ti dhe të më thua që ky e do edhe me çmim më të lirë, pastaj ka dhe më pak lek për kësin aktual, po pastaj duhet të rregullojmë dhe kredin, po duhet të jap dhe kolateralin për bankën. Ky është zakonisht ngërçim mes ndërtuesit. Ajo që nuk kuptojnë brokerat për ndërtuesit është që do të them një variantin tim, pastaj vetëm Shqipëri ndodh që edhe ndërtojnë edhe shesin po vetë. Ndërkohë që procesi i ndërtimit dhe i shitjes në gjithë tregjet e konsoliduara është i ndarë. Absolutisht po, këtë nuk e kuptojnë dot, kanë dhe vështirësi për ta kuptuar, normalisht, sepse nuk është kollaj të shesësh për brokerat një objekt që nuk ekziston. Domethënë në shumë raste, ndërtuesit fillojnë dhe shesin sapo marrin lejen. Pra, shesin me planimetri. Po nëse një ndërtues ka, siç përmenda, 1 vit e ca 2 vite që merret me projektin, e njeh në detaje, di çfarë do bëj, ose të paktën mendon që e di se çfarë do të bëj. Një broker nuk e kupton dot këtë gjë. Se si ky ndërtues shikon. Kjo është një nga arsyet. Tjetra është që një ndërtues, një broker mendon që për ndërtuesin është më kollaj për të shitur, sesa po ta shesi brokeri. Flas unë nga ana ndërtuesit. Po. Me një ndërtues, unë kam bërë një debat në lidhje me këtë gjë dhe është shumë i iluminuar, nuk është nga këto modelet jo dhe kaq fin. Dhe e pranoj sepse i thash që ju keni hapur zyra shitje. Dhe zyrat e shitjes marrin rrok. Po. Por ata që nuk din ata është që ata marrin dhe komisione nga ne. Tjetër. Por ndërtuesi asnjëherë nuk e di këtë gjë dhe ndërtuesit i thash që me duart tuaja ju keni prishur hierarkinë e pagesa brenda piramidave të strukturave tuaja, sepse i bie që ai shitjeve merr më shumë lek se drejtori jot në fund vitit. Okej. Është e vërtet? Okej, varet nga kompania. Po mund them të jetë e vërtet nëse nuk është e strukturuar mirë, nuk ka raste që është e vërtetë, e di dhe unë këtë. Ajo që doja të thoja është që shitja e një apartamenti, e një vile, një zyre, një dyqani, nuk është vetëm transaksioni i parë apo kontrata që shkojmë ke noterja, bim dakord për vlerat, bim dakord për këstet, firmosim dhe ikim. Shitja për ndërtuesin aty fillon. Pra për kompaninë që është zhvilluese aty fillon, se klienti vjen, shikon dhe një herë, ka ndryshime, do merresh me këstet, kur ka kredin, ka ndryshime në afate, ka shumë gjëra të tjera që vijnë pas saj. Kjo është një nga ngërçet që aktualisht është. Pra ndërtuesi e ka pak më afat gjatë marrëdhënien me blersin. A do vi dita ku ndërtuesit vetëm do ndërtojnë edhe në Shqipëri dhe ndërmjetësit do bëjnë ndërmjetësin në të gjitha projektet e tregut në të ardhmen? Unë që po, sepse kjo do jetë dita që shitja do jetë në mënyrën më të mirë të bëra. E para që ndërtuesi do jetë i fokusuar tek ajo që duhet fokusohet, ku secili do mbaj rolin e vet. Është shumë e rëndësishme që të shkojmë aty, po duhet një kohë për këtë. Okay. Duhet një kohë. Ke 4 anë të tavolinës që ta mbyllim. Po. Ku merren vendimet më të rëndësishme? Në ndërtim dhe në bank. Po vlerë ku krijohet më shumë? Në ndërtim dhe në investim. Unë po besoj të shumë të tjerë bien dakord që projektet që financohen kanë jo vetëm kapitalin, por kanë besimin, kanë një stamp të madhe, një vulë të madhe sigurie.
ato projekte janë gjithmonë shumë më të relaksuara, shumë më të qetë, kanë tjetër siguri për tregun. Ndaj them që është shumë e rëndësishme pjesa e bankës, jo vetëm për të dhënë kapitalin, por edhe për të dhënë një validim që kjo pronë është e rregullt me pronarët e tokës, çdo gjë është okay, kontratat janë okay, pra historia ka pas gjëra dhe jo të mira me kontratat e shitje blerëve të apartamenteve që kanë qenë deri vonë. Kështu që mandaj pak. Bankat janë të dominuar nga femrat. Ndërtimi janë të dominuar nga meshkujt. Investimi janë të dominuar nga meshkujt, po janë prestanome të femrave. Në kuptimin që në familje vendimet i merr femra, pavarësisht se në pazar del burri që mos i bi rrybje. Burri paguan. Po në real estate. A Atëherë, është industri burrërore real estate? Shiko, në respekt të gjithë femrave në sistemi bankar që janë super femra, bankat mund të dominohen nga femrat, po vendimarrjet më të rëndësishme prapë mbeten te meshkujt. Që ta validojmë edhe pak këtë. Dhe pjesa e investimeve është e vërtet këtë, meshkujt paguajnë, por vendimet zakonisht, jo për herë. Zakonisht i marrin. Pjesën gjithmonë e më të madhe. Nuk do thoja, po zakonisht i marrin bashkë me bashortet e tyre. Të pjesa e real estate-it unë mendoj që gratë kanë një tjetër forcë, sepse në real estate, në ndërtim, secilën në këto 4 anë të tavolinës, ku jemi plot me burra alfa, dominus, me ego, sipërmarrës, që duan të jenë gjithmonë ata që thon fjalën e parë të fundit, që vendosin ata çmimin, këstë çdo gjë vendosin ata. Përplasja mes burrave është një përplasje kot, që di e gura, që rrit çmime, ka vetëm humbje. Kur në këto tavolina ka femra që din, se ka të femra që s'din ta mbajnë këtë vend. Që din ta mbajnë këtë vend. E ndihmon shumë jo vetëm pjesën e gruas, po ndihmon gjithë pjesën e tavolinës, sepse i zbutonet. E rivalizon pak më ndryshe pjesën maskuline. Ka tjetër sens. Tani kuptoj pse të ftoj kaq shpesh ty në për këto tryeza. Jo. Jo, zakonisht ato që më njohin e din që me mua nuk është mirë. Ti je në ato tryezë. Jo, se zakonisht. Okay. Zakonisht fitoj. Pikërisht pra. Por kush është paragjykimi më i madh që ke hasur? Si femër, po. Shiko, unë kam qenë target shumë i thjesht. Kam filluar karrierën në sistemin bankar shumë herët. Kam qenë 20 vjeç. Kam bërë karrierë herët. Kam qenë 24-25 vjeç kur kam marrë rolin, kur kam filluar të jem drejtuese. Dhe që aty s'kam dalur më. Kështu që kam pasur shumë paragjykime në sistemin bankar. Në ndërtim, paragjykimi më i madh është që s'do rri të sjasë. 3 muaj, 6 muaj maksimum. Është ajo me buzë të kuqe. Është ajo që s'do dalit dot ndërtimit se ta delikate. Dhe nga i natë dyre të nejtë 10-12 herë më shumë. Me thënë drejtën dhe i da për qefin tim se përqeu. Jo për i natin atyre, por duhet të them që në thonjza. Qartë. Por me kalimin e kohës kam kuptuar që kjo pjesa paragjykimeve është. Më tregoj një histori ku tavolina ishte e mbushur me meshkuj, ti e vetmja femër, të gjithë të kishin nënvlerësuar, derisa erdhi momenti që ti hape gojen. Të thoja që këto tavolina ndodhin dhe sot. Sepse zakonisht me gjithë prezencën e fortë të femrave në secilin nga këto 4 role që ti përshkrove te tavolina katrore, zakonisht femrat kanë rolen e shoqërueses së butë, jo asaj që merr vendime. Më ka ndodhur shoqëruesja e parë e misterit. Më ka ndodhur shumë herë që të jetë kështu. Po unë e mësuar me këtë gjë. Në real estate, ndërtuesit ja hapin më shpejt një agenti apo një femre telefonin, agente? Unë kam hapur një saj si meshkull dhe si femrave. Jo ti, po them ndërtuesit. Atëherë, nëse flasim për hapjen e telefonit, patjetër një femër ka precedencë. Nëse flasim për mbylljen e diellit, nuk do të thojë që gjithmonë ka precedencë. Sepse meshkujt, sidomos në Shqipëri, mbeten shumë të fortë njëri me tjetrin. Dinë bëjnë grup shumë shpejt. Me femrat është pak më vështirë. Negociatat femrat i bëjnë ndryshe nga burrat? Atëherë, organikisht po.
ose biologjikisht po, ose duhet i bëjnë ndryshe, sepse secili nga palët vjen në tavolinë me pluset e minuse apo benefite dhe mangësi tashmë të definuara, por unë mendoj që është strategji gjithashtu. Domethënë Funksionon? Ke një pjesë? Cila? Strategjia. Duhet të funksionojë. Nëse s'funksionon, domethënë që se ke zgjedhë mirë. Por dhe strategjia shkon me eksperiencën, dhe strategjia shkon me fleksibilitetin. Për shembull, mua një nga gjërat më të rëndësishme nia që më ka mësuar pjesa e investimeve dhe pjesa e ndërmjetësimit është që ti patjetër shkon për të fituar. Por do shkosh për të fituar duke patur parasysh që do t'i japësh një fitore dhe atyre që janë pjesë e tavolinës, nuk mund të fitosh vetëm ti. Kush i merr vendimet më të mira me që përmendën investimet, burrat apo gratë? Në shumicën e rasteve burrat, por gratë kur janë investitore janë Kur janë të danoçe. rëndësishme. Janë të rëndësishme, marrin vendime shumë të rëndësishme. Është një video shumë virale, që na del her pas here kur bëjmë scrolle. Edhe ku luhet ke filmi Donald Trumpit në një ekspozit, edhe pikturash. Edhe i thot asaj, ju thot në cilin biznes jeni? Edhe i thot, unë jam artiste, i thot. Në cilin art? Unë jam artiste e paras. Shumë e bukur, kjo nuk i kisha parë. Unë do thoja që paraja ka arkitekt, paraja ka zhvillues, paraja ka ndërtues, paraja ka dhe prishës të paras. Kështu që Kush janë prishësit më të mëdhej paras? Se kanë filluar dhe femrat shkojnë tani në kazino përveç se burrave. besoj që kanë shku për herë, ne kemi pas historik në këtë gjë. Cila është ajo veçori unike që femrat sjellin në industrinë e real estate? Flasim për ndërmjetësim. Atëherë, do thoja që sjellin shumë detaje, përgatitje, sepse e marrin më me përgjegjësi, duke që një botë e dominuar nga burrat, përgatiten më shumë. Është lexojnë shumë më maskiliste shumë. kjo industri, ë? Shumë. Sa? Lexojnë, Ma thuaj, tamam, është shumë maskiliste. ma thuaj. Është realisht shumë maskiliste. Dhe një femër që t'ja dali në këtë industri mirë, duhet të kalojë disa barriera. Që janë? Që janë të dish të mbash presion, që janë mos të bëj përshtypje se ai pasur është tjetri apo çfarë pushteti ka tjetri. Të dish të rish në tavolinë, pavarësisht se nga ana tjetër është Donald Trump apo Fred Peza. Faleminderit lutem. që futen në këtë klub. Lutem kënaqësi. Të mos i marrin gjërat personale, të dinë të kuptojnë kur bëhet fjalë për ego që duhet superuar dhe kur bëhet fjalë për një betejë që duhet të shkosh deri në Pra, fund. just business, asgjë personale. Just business, por business me analizë. Në kuptimin, jo me analizë si bankat, po me qëtësi, duke parë argumentat. Çfarë barriere du të ka përcen vet kolegët femra në këtë industri që t'jenë në rolin që i takon realisht dhe të marrin ato gjysmën më të mirë të kësaj historie, siç ne teorikisht themi për bashortet apo për femrat përgjithësi. Shikoj, unë mendoj që në këtë industri, kur femrat janë të zonjat, janë më shumë se gjysma e betejës. Sepse partnerët meshkujt bën 1, 2, 3 gjëra, 85% i bën ato femra. Kështu që lum ata. Ndërkohë pastaj, çfarë barrierash duhet të kalojë është që të ketë besim këtej. Të kuptoj që nga ana tjetër realisht ka të bëjë me një person që është në atë tavolinë për një interes të caktuar. Nuk ka lidhje emri, pozicioni, pushteti, çdo gjë ta zhveshi nga këto role dhe të kuptoj çfarë interesi ka ky person. Pse është këtu? Dhe unë çfarë interesi kam dhe si mundemi këto interesa t'i pushim bashkë. Nesër kam intervistë pune me një vajzë që sapo është diplomuar, 22 vjeç dhe do të bëhet agjente real estate. Unë do të dal jashtë. Okej. Kush është këshilla e parë që do i japësh? Këshilla e parë që do t'i jap është që ta kuptoj vetë ajo nëse i pëlqen kjo industri apo jo. Sepse është një industri shumë sfiduese, por në ana tjetër është shumë e bukur. Duhet të të pëlqejë. Nëse nuk është diçka që të pëlqen shumë, nuk mund ta bësh. Kush janë 3 cilësitë që duhet të ketë një femër që të jetë agjente e shkëlqyer? Kur bëhet klasifikimi në Amerikë për shemb, që unë i ndjek atje industrinë, dhe thuhet 10 influencerat më të mëdhenj ose 10 agjentët imobiliar apo brokerat apo bosët e industrisë së real estate-it, më shumë se gjysma janë femra. Në Shqipëri, nëse kjo bëhet, kam idenë që
do ketë patjetër femra, po jo në këtë nivel. Jo, sepse tash ne vazhdojmë të jemi një vend shumë maskilist. Këtu është një industri burrash. Ato pak femra që bëjnë shumë punë, po janë shumë pak të saktat. Tani çfarë cilësisë duhet ketë? Për mua duhet ditë japi besim. Është e para, shumë e rëndësishme. Duhet jetë kurioze dhe të kuptoj për çfarë po flasim. Real estate nuk është një bisedë që ti sa do charmante, sa do e ditur, sa do diplomat kesh ulesh dhe bën pa e përgatitur, nuk e bën dot. Duhet dish për çfarë po flet. Duhet të kesh argumenta. Tjetëri të blen me një presje që ti mund nga bësh. Direkt. Dhe përpos kësaj ti duhet të surprizosh kë ke nga ana tjetër e tavolinës. Nëse një burr nuk ka nevojë të surprizojë një grua në këtë industri, duhet të di të faktoj që është valide. Kurioziteti i cili mban gjallë persistencën. Persistenca është shumë e rëndësishme, po tani me teknologjinë ka mënyra, ka CRM, ka agenda që të ndihmojnë. Kurioziteti është shumë e rëndësishëm. Të kuptosh çfarë po ndodh. Të lexosh dy rreshta, nuk po flas lexosh romane, po të lexosh diçka. Kur ke qenë në bank, kredia më e madhe që i ke dhënë një ndërtuesi? Kur kam qenë në bank, nuk i kemi dhënë shumë kredi ndërtuesve, sepse të bëj fjalë për vitet pas 2008-s dhe me krizën greke që ndërtimi ishte në tone shumë. Kishte një nivel gjithsesi. Kishte një nivel, po jo nivelet të mëdha. Më shumë kam bërë kur kam qenë nga ana tjetër, deri në 25 milion euro. Po. Ndërkohë me fonde investimi. Çfarë ishte 25 milion? Financim. I një projekti. Po. Kur ishte ju drejtuese e kompanisë së ndërtimit. Nuk isha ndërtuese, isha personi që negociova me bankën për të marrë këtë kredi. Nga kompania e ndërtimit. Nga kompania e ndërtimit. Pra përfitu si kompani 25 milion euro financia. Super, por në fondet e investimit? Deri në 50 milion euro. Për çfarë projekti? Projekt rezidencial me pak 20 hektare. Për ato që se din fondi i investimit, si është dhe si funksionon në këtë treg? Për ato që nuk e din, fondi i investimit është mënyra me cilën financohet ndërtimi në gjithë botën, sidomos në Amerikë. Nuk ka në Europë apo në botë shumë ndërtues që shkojnë te një bankë komerciale, marrin kredi. Zakonisht bëhet një investim që quhet private equity, që është një nga mënyrat është fondi i investimit. Me pak fjalë, njerëz, kompani që kanë para të lira në një moment të caktuar, bëhen bashkë, financojnë një projekt. Financojnë një projekt sepse duan të bëjnë një portofol të mirë të kursimeve të tyre, të kapitalit të tyre. Projekti më i madh që ke administruar, menaxhuar, drejtuar në ndërtim? Në Orion, projekti më i madh është një projekt që është afër zonës së liçenit, që ka vila dhe apartamente premium. Nuk do shkoj te vlerat se janë relative në kohë pastaj. Po, patjetër. Ndërkohë projekti më i madh që kam tani nuk e përmend dot emrin. Mund ta përmendje në metra katror ose në njerëz që sa kanë. Është në vlerë, sepse kur flasim për projekte që janë high-end, numrat janë pak. Luksi ka pak numra. Kështu që nuk rrin bashk. Ndërkohë projekti më i madh që kam aktualisht ka vetëm një nga fazat 190 milionë euro. 190. Po, vetëm një nga fazat. Një nga fazat. Po në total sa shkon? Totali kalon 1 milion në gjys, 1 bilion në gjys. 1.5 miliard. Po, 1.5 billion. Billion. Ai sa që është pasuria e Zamirmanës. Nuk e kam numëruar. Sipas Forbesit. Okej. Cili është ai projekt që e ke pas ëndër, por nuk e arritet ta realizoje dot? Në çfarë do lloj pozicioni që ke qenë? Akoma kam një ëndër që besoj do ta realizoj, po punoj fort për të, që të bëj një projekt ku përveç vilave, apartamenteve me pamje të bukur nga deti, të ketë një hotel dinjitoz mesdhetar, të ketë një marinë, të ketë një beach club dhe një golf club të duhur. Kjo është një nga ëndrat e mia, për sa i përket jetë një hotel që mos ketë vetëm dyshekun edhe ujin për t'u larë, po edhe rërën, po të ketë edhe ku të kalosh kohën në 24 orët e tjera apo në ditët që do rish atje. Ketë një spa të mirë, ketë një pjesë për sport të mirë, siç duhet të jetë, sepse në Shqipëri kemi investuar pak në këtë drejtim. Okej. Më shumë një kuriozitet, cili ka qenë vlera më e madhe e një transaksioni që ke mbyllur si broker? Për pronë ka qenë 7 milionë euro. Që ishte? Një mix mes dyqane, 20 hektare,
multifunksional. Zyra, po. Në Me një Tiranë, klient, po. Kurse në Truall është vlerë më e lartë. sa është? Është me faza. Thuaj. Më shumë se 12. 12 milion. Po është në faza, sepse është Trualli Po. i madh dhe është parashikuar blerje. Se ti kur the 1 me miliard dhe kastë. gjysë euro tani. Kështu që Projekti është aq i madh. është në Shqipëri. Çfarë e bën një projekt të financueshëm? Janë 3 elementet kryesorë që e bëjnë të financueshëm. I pari që themi pozicionin, por nuk ka lidhje vetëm me lokacionin, ka të bëjë me infrastrukturën. Mbi vlerësohet lokacioni? Asnjëherë s'është. Nuk e mbivlerësojmë dot mjaftueshëm. Sidomos në kontekstin që unë po flas, që ka të bëjë jo vetëm me pozicionin eksakt, por ka të bëjë me infrastrukturën, me zonën, çfarë zhvillimi ka kjo zonë. Okej. E Kjo dyta? është i pari. E dyti është struktura e projektit, vizioni, si është zhvilluar ky projekt, si është menduar të zhvillohet. Këtu shumë herë kemi model biznesi të ndryshëm, herë të tjera kemi arkitekturë, por nuk flas për pjesën e vijave të arkitekturës, flas për pjesën funksionale të arkitekturës. Dhe e treta, që për mua është më e rëndësishme nga gjitha, është skuadra apo grupi. Kush po e bën këtë projekt? Sepse vizioni i një projekti nuk mund të jetë kurrë më i madh se vizioni i njerëzve që e bëjnë atë. Dhe njerëzit janë ata që, siç e përmenda edhe në kohët vështira që ndodhin në ndërtim, se në kohët që marrim kanë asnjëherë të thjeshta, janë ata që e shtyn përpara. Historia në Shqipëri ka treguar këtë gjë që përveç lokacionit ka qenë besimi dhe vizioni, ajo që ka krijuar lokacione të reja nga hiçi, të cilat dikur stonin dot asgjë. Për shembull periferia e vilave luksoze të Tiranës, apo plazhet, po themi Gjiri Lalësit, apo plazhet e jugut, që dikur stonin asgjë. Dhe po ta mendoje që dikush të hitte kaq milion euro etj, do thonte shkau filani. Por pikërisht përputhja e vizionit dhe me besimin, por edhe me ekipin më të mirë që e realizon të vizion të ëndër dhe e shndron në një mrekulli, janë ato që po e ndryshojnë qytetin, ato që ndryshojnë edhe Shqipërinë. Patjetër, po duhet që këta njerëzit ose më saktë deri tani ja kanë dalë ata që kanë pas një plan. Se ne shqiptarët jemi shumë të mirë për të ndëruar, për të pas vizion, jemi vizionarë zakonisht. Ne përgjithsisht kemi një plan për të bërë një plan. Ne që dojmë pastaj, edhe kur kjo fillon dhe materializohet, që dojmë që ta çojmë deri në fund në mënyrën e duhur, në sistemin e duhur. Se Do ta ndryshojmë se kemi s'bën shumë rrugës. qef të shtojmë cakate, të shtojmë ndonjë cep, bëjmë një ndryshe një verancë, unë ne dua më të bukur se komshiu. Ta kemi pishinën shumë ndryshe nga që ka bërë arkitekti Po jo vetëm kaq, etj. ne nuk ndryshojmë vetëm ato që i bëjmë vetë. Ne blejmë një Ferrari dhe duam ta ndryshojmë, kupto tani se themi që ai inxhinieri Ferrari duhet ka bë mirë këtë. Jemi kreativ. Po. Jemi Ky kreativ. kreativitet po e ndryshon dhe Shqipërinë dhe po na tregon që me gjithë këtë mënyrën tonë kaotike të bërit gjërave, prap po ja dalim që të bëjmë që të mrekullojmë dhe veten, po dhe ta bisim dhe ndonjëherë tjerët. Unë të thoja që duhet heqim çik dorë nga kjo mënyra, duhet Nga jemi improvizimi. pak- Pra do të jemi më të planifikuar. Jo më të planifikuar, duhet kemi një standard. Pra nëse ne themi që do rrim te kjo klasë, te ajo klasë duhet të shkojmë. Ti si është kjo? Që shumë kollaj për mua në shembulli i futbollit. Është si të duash të shkosh nga një kategori A, që unë jam me Interin, dhe jemi kampion, në Champions League. Kur ti shkon në Champions League, do stërvitesh për Champions Çunim League. ka qenë me Interin e Mourinhos, po jo me këtë Interin tani. Unë vazhdoj të jem me Interin tani dhe dojmë për herë. Kjo tregon që je besnike. Gjithmonë. Gjithmonë. Po thoja që kur një skuadër shkon nga një kategori A në Champions League, nuk është vetëm ajo ndeshja që shohim ne. Është stërvitja për Champions League, është ushqimi për Champions League, është gjumi për Champions League. Është çdo gjë ndryshe. Kështu është dhe pjesa që ne duhet bëjmë për të bërë projekte që nuk i flasin vetëm shqiptarëve, se ne tani sfida më të Ne madhe. minalistët u bëm Xheloz. shumë për Gjë, Interin. mund të vazhdoni të jeni xheloz, ne do vazhdojmë të jemi kampion. Okej. Po thoja që për tregun e huaj që po flasim, sepse jemi në prag hyrje në BE. Po ndërtojmë shumë në Bregdete në Tiranë dhe kudo dhe themi po vinë investitorët e huaj. Do vinë, po vinë pak. Më thuaj një projekt a ka fuqi të ndryshojë një qytet dhe një projekt a ka fuqi të ndryshojë edhe një vend të tërë. Patjetër që po.
Ma E ka treguar trego historia. një projekt të tillë që e bën këtë gjë. E ka treguar historia pafund. Do merrja rastin e fqim vetan në Maltësi. Ose do merrja rastin e një projekti të rëndësishëm që është në Greqi, Costa Navarino. Mua më pëlqen Porto në Montenegro gjithashtu, në Maltësi, që ka ndryshuar katërcipërisht gjithë zonën ku ndodhet. Sepse një projekt i ri i bërë mirë, i zbatuar mirë, sjell një treg që qyteti nuk e ka, atrakton apo tërheq kapital që qyteti nuk e ka, dhe në momentin që e ka, pastaj luhet ndryshe. Sfida që ka tregu sot. Përveç asaj që përmendë që të dim të flasim në gjuhën e blerësit të huaj, të dim të flasim në gjuhën Pra ne duhet përgatitemi sikur jemi treg ndërkombëtar. Nuk kemi më treg lokal. Kush nga ne nuk ka më disa shtëpi. Jo vetëm aq, por do doja që njerëzit e thjesht, zakonshëm, jo ne pjesë e industrisë që e kuptojmë këtë gjë. Pra po i thua që duhet kuptojnë që ne nuk jemi më treg lokal. Jemi pjesë e një tregu ndërkombëtar, pra aq kohë sa duhet përgatiten me çmimet e tregut ndërkombëtar. ndërkombëtar. Atëre, e para njërën të thoya që tregu nuk është kaq homogjen. Tregu duhet ndarë. Kemi dy ndarje të mëdha që janë qytetet e mëdha dhe Bregdeti, se këto janë lojtarët sot. Sot nuk blen njëri shtëpi në Skrapar, në dijenin time. As në Bulqiz, gjithashtu në dijenin time. Shumë pak blihet në qytet edhe në Shkodër sot, që është qytet shumë i rëndësishëm. Ne sot kemi Bregdetin shumë të fortë, kemi dhe Tiranën shumë të fortë, duhet kemi teorikisht Durrësin dhe Elbasanin, me që janë skajet e Tiranës. Në këto tregje luhet me zona. Ka zona të cilat do jenë për herë të aksesueshme apo të bleshme edhe nga tregu, dhe nga qytetarët. Ato do jenë zonat më periferike, por të lidhura mirë me infrastrukturën. Siç po ndodh sot pjesa e bulevardit të ri dhe gjithë pjesa e Paskuqanit. Sot është një nga vendet që shitet dje, jo sot. Në bisedën e parë që kemi bërë ne, mbas podcastit të parë, vura re një gjë që nuk e kam vënë tek asnjë koleg tjetër i industrisë real estate-it, që kishte të njëjtën ndjeshmëri për pjesën e turizmit dhe Bregdetit të veriut, a është i nënvlerësuar në raport me jugun? Atëherë, unë do thoja që unë jam një fanse e madhe Bregdetit të veriut, ose e Rivierës së veriut, si të ishte më bukur të quaj. Je nga të paktët që kanë takuar deri tani në industri. Ndoshta ka pak vizionar. Ndoshta. Ose nga ata që e din tregun. Çfarë shef ti që nuk shohim ne të tjerët? Atëherë, unë kam parë një zonë, përveç Shëngjinit që është e ndërtuar shumë prej vitesh, zonat e tjera janë të pandërtuara. Aty ne kemi mundësinë që me talentin që kemi të ndërtojmë mirë, të mos bëjmë gabimet që kemi bërë deri tani në jug. Të shkoj përpara infrastruktura, të mbajmë të njëjtën lartësi katesh në të gjithë zonën, të krijojmë qendra ku këta njerëz të dalin, ku fëmijët të luajnë, ku prindrit të dalin jashtë, pra të bëjmë diçka pa përsëritur gabimet që kemi bërë në jug. E para, pa mbi ndërtuar, duke ndjekur infrastrukturën, duke mbatur atë vijën e Bregdetit të pastër, siç duhet ta mbajmë, duke luajtur më shumë me pamje nga deti sesa me afërsinë nga deti. Për këtë arsye jam e para, mendoj që është elementi i parë. Elementi i dytë është pozicioni gjeografik. Është shumë afër me Rinasin, është shumë afër me hyrjen nga Italia, flas me makinë, shumë afër me hyrjen nga Kosova. Mos harrojmë këtë pjesë. Është akses shumë i mirë. Është kollaj, mund ta jetosh gjithë vitin. Nuk ka nevojë që të shkosh vetëm korrik dhe në Gush, mund të shkosh në Bjesht, mund të shkosh në Pranver, i afër me Alpet. Unë gjithashtu jam një person që i dua shumë Alpet dhe e dua shumë maljen, më pëlqen shumë hiking. Ke mundësi të ikësh në mal për një orë, ke mundësi të shkosh të shikosh një muze, Krujën, Lezhën, në Merat, gjithashtu në një orë, ke mundësi të hash në restorante shumë të mira. Nuk ka nevojë të rrish ditën shëndet. Dhe me çmime më ekonomike. Shumë të mira. Ma shumë kuriozitet. Thuaj. Se ke studiuar kaq shumë. Atë Atë duhet e gjitha. Moj kok. Jo. Se i di gjitha këto tha. Kam studiuar me vetdije. Kam studiuar mjaftueshëm deri kur isha në bank. Pastaj në ndërtim në një moment të caktuar kur filloja vlera e projekteve të kalonte 50 milion. Mos ma tregova atë historinë e Aida Apostolit.
Ta tregoj unë. Po, ma tregoj se përmend. Ta tregoj tani. Po, Okej. Të matua. Atëherë Aida Që ta dini, Aida Apostoli, Aida Tirana, Tirana, ka qenë pedagoge ime e fizikës, ka qenë shefja ime në sistemin bankar. një pedagoge jashtëzakonshme dhe një njeri i rrallë, i këtij qyteti. Po. Qytetare, do thë, unë e rrallë. Se do të tregoj edhe unë një histori me që ka dalë Tregoti, pension se tregoti, historia është kjo, filloti. vjen Kaçi, një shoku jon, student me mua, edhe i them unë zyshe, i them unë, ishte panga greke, aty afër koha jon. Po. Tash unë ka ardhur, nuk e mbaj mend ta, po çka ke zyshe? Tash unë do me marrë kredi. Hajde më, edhe shkojmë aty ne. E i them unë do japësh kredin më të mirë, kështu patjetër i thot. E tretat e gocën i thot më të mirën e ta me kushte më të mira. Hajde me zyshën, tha, pim kafe, sa ulem, tha. Po së mërzit ke qenë zysha, tha, gjithë dy fish paguin fund. Sepse ka njohur sistemin e kredive të bankës. Momenti më i vështirë. Ndërtim. Kudo që ke qenë. Profesional, thua. Pandemia. Pandemia ka qenë ajo që ka pas pikpyetje shumë të mëdha. Që më ka vënë në pikpyetje shumë të mëdha, po me thënë drejtën aty nga java 3 u qetësuam. Sepse kuptuam që dhe aty si çdo tjetër, si kriza e Lehman Brothers, si kriza greke, çdo gjë do kaloj. Do kaloj. Kishim kaluar mjaftueshëm si tërmeti. Po, çdo gjë do mbetet kujtim në fund. Po. Ka një fenomen në Shqipëri që përmendë ndërtuesit, gjithë tipologjitë e ndërtuesve, gjithë gjithë ngjyrat e buqetës së ndërtuesve. Por tani të paktën këta ndërtuesit me apo pa arsim, me apo pa kulturë, me apo pa vizion, kanë bërë një gjë të mirë gjithsesi. Brezin e dy të fëmijët i kanë çuar në shkollat më të mira të botës. Po, I kanë bërë arkitekt, i kanë bërë inxhinier ndërtimi. A do jetë në dur më të mira, më të sigurta industria? Kanë bërë shumë mirë që i kanë çuar në brezat e ardhshme. Por nuk e di se kur do ta lënë këta ndërtuesit aktual në dorën e brezit të dytë. Nuk heqin dorë? Nuk heqin dorë kurr. Edhe kur i kanë aty nuk heqin dorë kurr dhe i përcudnojnë brezin e dytë me për t'ju tregu që ju s'merrni vesh. Jemi ne këtu kemi bën çdo gjë. Po, shiko, ka një fakt që kjo gjenerat e jon, që 90-ta, kur u dha komanda mbrapa ktheu që ndryshoi regjimi, ne dolëm parë. Po. Dhe duke qenë sapo diplomuar, të rinj, me mushkëri të forta, me shumë ambicie, para shumë panjorave që oqeanit panjorave që kishim përpara, vrapuam dhe mbajtëm kurriz familjet, prindrit, domethënë. Kush mbajti dhe fisin, veten, familjet tona të ngushta, fëmijët, dhe jemi gati të presim dhe fëmijët e fëmijëve. Pra i bi një gjenerat që ka mbajnë kurriz 4-5 breza. Ndërkohë që të rinjtë e sotëm sigurisht janë shumë të shkolluar, kanë shumë dije, janë shumë smart në gjuhë e huja, në teknologji etj. Problemi është që a e kanë këtë lëkurën që të mbajnë të peshën në këtë xhunglën e këtij vendi që nuk i bën gjithmonë punët si në leksionet që ata marrin në këto universitetet me emra kaq të bukur. E qartë, unë nuk besoj që asnjë nga investitorët që është sot ka qenë kështu kur e ka nisur rrugtimin e vet. Është bërë gjatë rrugës. Të gjithë ne jemi bërë gjatë rrugës. Të gjithë ne na kanë bërë sfidat që kemi kaluar dhe na kanë lëmuar, do thoja, cepat, po këto sfida. Nuk i bën dot dikush që ka studiuar në Londër, ka qenë 10 vite jashtë, në vitin e parë që vjen të bëj habi. Nuk e bën dot. Duhet lënë që ta provoj tregun, që ti provoj vështirësitë dhe pastaj ti zgjidhi vështirësitë. Nuk bëhet dot askush nga ne me të thënë nga dikush tjetër. Duhet t'i kaloj vet provat, pra, duhet t'i kaloj vet testet. Ta mësoj notin, jo duke i thënë që jo në det. Jo në det afër me Shkëmbinj, është fakt më ndryshe pishin. Në një komerdar edhe e kap. po me që i ndërtuan edhe këto gjërat. Po, pastaj është edhe mënyra se si mësohet. Do me thënë se si kalon pastaj kjo dia e jetës do ta quaja. Unë nga brezi parë ke brezi dytë të shumë rëndësishme se si kalon. Okay. Ka pas një debat, një diskutim për Zvërnecin. Okay. Je pro, je kundër? Jam pro zhvillimit në Zvërnec. Absolutisht pro. Elaboro pak. Kam qenë ditën e parë, vazhdoj të jem edhe sot, mbas kaq shumë ditësh protestash që nuk mendoj që janë për Zvërnecin, dhe nuk do komentoj atë pjesë.
Jam pro sepse është një zhvillim nga ata të duhurit, sepse është një zhvillim nga ata që tjetërsojnë jo vetëm zonën, po mund tjetërsojnë gjithë pjesën e jugut, që sjellin një model që ne nuk e sjellim dot me zhvilluesit shqiptar, me ndërtuesit shqiptar. Ne nuk jemi në gjendje të bëjmë ato projekte akoma. Ne na duhet patjetër këto lloj grupe që vijnë nga jashtë që kanë bërë këto projekte në vende të tjera të na mësojnë diçka. Ne japim një pjesë, ata na japin një pjesë. 4 miliardë euro investim. Ka pas investim tillë në Shqipëri? Jo vetëm në Shqipëri nuk ka pas në rajon. S'ka pas. Raste të tjera janë gjysma e tij. Okej, janë 4 miliardë që do zhvillohen në faza. Po sigurisht, po Po themi. janë faza shumë të mira për ne. Ku e çon kjo Vlorën dhe Jugun? Kjo e Dhe çon Shqipërinë. Vlorën, Jugun, Fierin, gjithë Dhe pellgun Niger. atje Na shumë bën lart. destinacion mes dhe besoj. Po, dhe e bën të paktën atë zonë që është e pandërtuar fare, sikurse është e Riviera e Veriut. E jep një Ma ton. pëlqen shumë kjo pjesa e Rivierës Veriut dhe do bëj një podcast tjetër, po Po, do më ftosh tek ai. do të ftoj bashkë me një tjetër që është për Jugun. Okay. Do të marr Shago Hoxhën këtu. Oh. Edhe ti u bëj se Shago është flavortari i Jugut, ti je e Veriut. Unë jam absolutisht Dhe Shago Hoxha u bë Se bepi. bepis, se diskutonim kur e kisha të ftuar këtu dhe më thej, po pse vetëm për Jugun? pikërisht pra. Se shikoj, unë jam shumë pro Jugut. Po, Por patjetër, mendoj që patjetër. ne duhet jemi në gjendje të luajmë me portofole. Nuk duhet luajmë më vetëm me një projekt. Ne s'flasim më gjuhën e një projekti. Okej. Ne duhet flasim me zona dhe me portofol. Më thuaj një pyetje që prisja unë ta bëj aty, po s'ta bëra dot. Ose që kishe ti dëshirë që të ta bëja, po S'po më vjen. okay. S'po më vjen. Kjo tregon që e shtëruam të gjithën. Okej. Shumë faleminderit që ishe Faleminderit ty. sot në pjatës. Faleminderit. Edhe ju që na ndoqët, nëse doni të bëni si Rudina Murati, mbajni pjatën lart. Mirëpash.